Faleminderit si dhe Beleri. Faleminderit ju. Në mbrëma gjithve. Ta që keni arë për koncertin do për ditën e dashuruarve. Në skuqi për si dritin ka një. Normalisht këtë ditë ftohta Dimri këto korrupu që vegjë për këshim dashë borën fort të ndrejtë, po që borën ka njërë se nga dhe e keqe, unë gjithmonë të ndrejtëm, i referohem gjithmonë popullit kosovar, edhe do doja një duartërkitje të fort, për ata që unë më njëtëm, si do qofë, edhe për ta që në bunduar në labora. Sepse me që jemi koncertin të në banë gjeshtit. Quna gati, Napoloni jo. Këngë moj. Tu a
che farà e dura che tu sto frio e tu aiuta e tu forza suri e tu si dice se tu che farà Se famo marmoj rudičare, 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 rudičare.
që shikoni ku kemi, në që ose mund t'i qëjmë shumë produktin e 17 javëve të The Voice of Albania. Janë modrat umria shumë talentuara, është Klodian Kaçani, është Elis Njova, edhe Arida Igu, po, Igu, s'ka problem. Shumë është përfolur këtë çmimi i parë, nuk e di sepse. Keni pasur gjithë kontestimet tuaja. Me sa ka marrë vesh shqiptarët nuk ishin dakord me çmimin e parë. S'ma mendja që ishin kundra kosovarëve, absolutisht asnjëherë. Sepse tek e fundit ne e gëzojmë shumë faktin që më në fund ata u çliruan dhe ne u bën pothuajse dy popull bashkë. Më së miri është një këngë e cila e tregon këtë një këngë shumë e famshme kohët e fundit. Xhamadani. E shikoni pra sa e duan Kosovën dhe kosovarët. Një atë të një këngë dhe një fotokisi. Hajde, një gjë porter! Yeah.
që ishit këtu. Faleminderit juve që u çuat, kërcyet, kënduat, të bëni pjesë këtij programi. Mos harroni të shtuani me the best, me më të mira, 18:30. Edhe në fund me Osa Mirë me që është shqiptar në erdhën e një zemër ashtu. Faleminderit gjithëve.